Dhimbin është një personazh që do të na motivojë në sotme për atë çka ka përfaqësuar gjatë gjithë kohës në asetin e tij për teknologjinë. Edhe e dim fare mirë që kur flasim për të gjithë sipërmarrësit e suksesshëm që kanë të bëjnë me teknologjinë, kanë vështirësi të shumta dhe kanë vështirësi të shumta sepse flasim për industri që po zhvillohen dhe ecin dita ditë. Se madje duhet thënë që her pas here mund të jenë në ritme aq të larta sa ndonjëherë edhe nuk arrim t'i kuptojmë. Megjithatë, kemi parë të lakuar si një nga konkurrentët më të mëdha edhe të Apple dhe kjo është arsyeja pse është përfolur dhe ka bërë bujë të menjëhershme në treg. Bëhet fjalë për bashkëthemelimin e Xiaomi, që ka qenë një nga kompanitë për të sjellë celularët kështu më inovativ në të gjithë botën, edhe pse në atë periudhë ishte pak se e paragjykuar për vetë faktin se vinte nga Kina. Megjithatë, kjo nuk e ka ndaluar për treguar sukses sa i përket të gjitha zhvillimeve që ky celular sillte edhe është përqafuar nga një masë e madhe, edhe për shkak të konkurrencës që kishte nga shumë kompani të tjera. Megjithatë, ajo çka vlen për të theksuar në këtë rast dhe në diferencën që bënte ishte së pari cilësia që kishte dhe teknologjia që tregonte duke u krenuar patjetër sepse kishin punuar intensivisht për të sjellë në treg produkte sa më cilësore dhe më të updateuar sa i përket pjesës teknologjike, por në të njëjtën kohë me çmime shumë të reduktuara. Kjo ndihmoi për të qenë pjesë e tregut, për të gjithë Kinën të paktën arriti të kishte një zhvillim të jashtëzakonshëm, por më pas në momentin që do hapej në fushën ndërkombëtare, do kalonte edhe do kishte vështirësi të tjera për të përballur kështu me Samsung dhe me Apple, që pavarësisht të gjitha atyre të mirave që secila kompani tregonte, kishte disa dilema nga individ të ndryshëm se si do vazhdonte dhe cilat do ishin përdorimet e tyre. Madje në fillimet e para kur kjo kompani arriti të sillte celular që ishin tashmë të njohur, ishin me risit më të fundit të teknologjisë dhe me çmime shumë të favorshme se sa ato që përmendëm pak më parë dhe çka ishte mësuar e gjithë masa për të përdorur në sa i përket telefonave, arriti të bënte diferencën, të kishte shitje goxha të konsiderueshme dhe të kishte sukses në këtë kompani që kishte marrë përsipër. Megjithatë, me kalimin e viteve nuk është se u dobësuar, përkundrazi vazhdoi të kishte po të njëjtin ritëm për të pasur sukses sa i përket kësaj industrie, sepse kishte qenë shumë i bindur që në momentin e parë që kishte vendosur të bëhej pjesë. Kështu që me kalimin e viteve ai thjesht vazhdonte e bënte diferencën në këtë treg sa do të vështirë, por megjithatë do duhej të sillte risi her pas here, do duhej të mbante tregun sa i përket çmimeve dhe për shkak të shumë ndryshimeve që vijnë në këtë industri. Dhe kur flasim për çmimet, ne e dim fare mirë se sa delikat është e gjithë pjesa e botës në atë çka mund të përfaqësojë dhe mund të sjellë. Megjithatë, ka ditur më së miri të jetë një lider dhe të jetë frymëzues për shumë breza të tjerë, por në të njëjtën kohë edhe për shumë konkurrent apo edhe aleat që e kanë shoqëruar për gjatë gjithë periudhës së tij kur ka kontribuar. Unë shpresoj që për gjithë secilin prej nesh, secili detaj qoftë nga karriera e tij apo pjesa e inovacionit që ai ka sjellë dhe në të njëjtën kohë qëndrueshmërinë dhe konsistencën që ka patur për të vazhduar dhe për të sjellë qëllimin e tij deri në fund, ti shërbej dhe ta bëjmë pjesë edhe në tonën për të vazhduar edhe për të çuar mbase ëndrat tona në një tjetër niveli dhe për të bërë ato të funksionojnë edhe atëherë kur mbase shpresa është e vogël, por megjithatë puna dhe konsistenca do na e tregojë që do mund të arrijmë të kemi atë çka duam. Ndërkohë, pas një personazhi të tillë që sigurisht ka bërë diferencën në të gjithë tregun.